Ja si t'i hiqni qafe qimet vetëm me vazelin për 2 minuta. Me vazelin mund të hiqni qimet e padëshiruara në vetëm 2 minuta. Sot do t'ju tregojmë se si mund ta përdorni vazelinën për qimet e padëshiruara të trupit. Do t'ju duhet një lugë miell, gjysmë lugë pluhur shafran të indis, 3 lugë qumësht, gjysmë lugë çaj vazelin. Në një tas përzieni miellin, pluhurin e shafranit dhe qumshtin. Përzieni të gjitha bashk, më pas shtoni gjysmë lugë çaj vazelin dhe përzieni përsëri. Aplikojeni këtë pastë në lëkurë në drejtim të qimeve. Lëreni të thajë dhe pasi të jetë tharë hiqeni në drejtim të kundërt të rritjes së qimeve. Lani lëkurën tuaj me ujë të vakët. Mund ta bëni këtë çdo ditë, pasi nuk është as pak e dëmshme dhe nuk ka efekte anësore. Përkundrazi, rezultatet do t'ju lënë pa fjalë.